Ju përshëndes, mirë se erdhët. Takohemi edhe këtë të hënë bashk. Fokusi do t'jetë tek çmimet e reja të referencës, por edhe rivlerësimi, duke qenë se është dekretuar nga presidenti dhe hyn në fuqi në mos gabojnë në datën 22 janar. Çmimet e referencës do të ndalemi për faktin që ka çmime të përditësuara, pra çmime fiskale të përditësuara për 61 bashki të vendit, por ajo çfarë është risi është që krahas tyre do të ketë apo do të aplikohen çmime reference edhe për zonat rurale, kryesisht për gjatë vijës së bregdetare. Kam kënaqësinë që të kem në studio Eriola Çanga, ekspert e pasurive të paluajtshme. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Kënaqësi që jemi ne, si edhe Elton Çana, ekspert i pasurive të paluajtshme po ashtu. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësi që jeni me ne. Fillimisht, duke qenë se jemi njohur prej muajsh me çmimet e reja të referencës për 61 bashki, krahas Tiranës, duke qenë se në Tiranë ka ndryshuar në 2023 çmimet fiskale, por për çmimet e referencës në bashkitë e tjera të vendit dhe faktin që do të kemi çmime fiskale krahas qendrave urbane edhe për zonat rurale. Fillimisht si e shihni një gjë të tillë, një vendimarrje? Ndryshimet e reja në artën e çmimeve në gjithë Republikën e Shqipërisë, domethënë kanë ndryshuar edhe çmimet e referencës për zonat rurale, domethënë filluar që nga Bregdeti i Durrësit, Bregdeti i Vlorës, Bregdeti i Shëngjinit, gjithashtu janë prekur që gjitha qytetet e Shqipërisë. Në një zonë rurale të një qyteti, për shembull në Elbasan, në Belsh apo në Kukës apo kudo, këto çmime janë rritur dhe po përafrohen me çmimet e referencës së zonave të qyteteve kryesore të Shqipërisë. Dhe kjo është e padrejtë, pasi preken të gjitha familjet në nevojë, edhe ky është çmimet e referencës janë taksë e mirë ngarkuar apo një sforcë e madhe fiskale për gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Pra nuk e konsideroni një vendim të drejtë faktin që ka çmime fiskale, le të themi, jo vetëm për zonat urbane, por edhe zonat rurale. Unë përmenda zonat bregdetare që variojnë kryesisht nga 70.000 deri në 190.000. Por janë edhe qytetet e tjera, pra zonat rurale në... Janë edhe qytetet e tjera, zona e Kavajës, që mund të kapi Qerret, apo zona e Elbasanit që kap Dimalin, Gramshin, Belshin, janë qytetet që zakonisht ato janë qyteza që tashmë po shpopullohen nga emigrimi i brendshëm, gjithë po vinë drejt Tiranës, dhe ato apartamente, nëse i nxjerrë në shitje, atje në ato zonat do janë të papërshtatshme, papërfillshme, vlerat aktuale. Po duke i rritur edhe taksën, edhe duke i rritur edhe referencën, ajo është më shumë, do thënë, një bombë fiskale për atë zonë. E qartë, pra rëndon mbi buxhetet familjare. Mbi buxhetet familjare. Se si do t'impaktohet, pra, se sa më shumë fakti pra që kemi çmime të reja fiskale nuk impakton drejt për së drejti në momentin e transaksionit më shumë se sa tek taksat dhe detyrimet që kanë këto familje. Sepse do ta shohim se si impakton në kushte të tilla. Por për ty Eriola, si është kjo hartë e re, le të themi, çmimesh? Shiko, për të bërë një analizë të thellë, do të marrim zonat një për një dhe të themi se sa larg është çmimi aktual i tregut në ato zona krahasimisht me çmimin e referencës. Pra nuk reflektojnë çmimin e tregut, pra ka sërish një hendek. Ajo që mund të them është që përveç Tiranës, që ka njohur rivlerësim para 2 vitesh, zonat e tjera të Shqipërisë kanë qenë të paprekura. Nisma aktualisht synon kryesisht të ngrej vlerën e pronave në Bregdet dhe sidomos në jug, ku ne jemi shumë koshient që çmimi i shitjes dhe çmimi i referencës jo që nuk përputhen, po janë dy fish më të larta. Pastaj nëse kjo ngarkon me barë fiskale, zona rurale apo qytetet vogla ku realisht ka braktisje, si që zoti Eldon thot, është diçka që duhej konsultuar më përpara me grupet e interesit, mendoj, gjë që nuk është bërë ndonjëherë dhe jam skeptike që mund të bëhet, pra grupet e interesit përfshien në këto nisma që qeveria merr. Ndofta do të kishim një çmim referencë më të përafërt për X zonat saktuara, pa i rënë një mesatarje të thjesht siç mund të jetë rënë. Ose t'i lidhin siç ka qenë më përpara, domethënë që janë 30. Po, si vlerësohen aktualisht? Tani vlerësohen. Pra në momentin që taksohen? Në momentin që taksohen nga 30.000 lekë për metër katror, po e marr si shembull në zonën e Beshit, me që jemi këtu afër, tani duhet të shkojë 45.000 lekë për metër katror. Dhe kjo është një rritje artificiale
për ato zona rurale. Ky është një tatim njëri drejt dhe ka impakt drejt për drejt në xhepat e qytetarëve të atyre zonave. Nuk po flasim për Bregdetin, sepse Bregdetin Pikërisht, pra se kur ndërmerren nisma të tilla, në fakt ne e shohim impaktin se si do të jetë në të gjitha zonat, por për Bregdetin një rritje e tillë është e justifikuar, sidomos kur kemi zona të cilat po njohin një zhvillim të vrrullshëm në vitet e fundit. Për shumë çmimet, siç unë thash, varionin nga 70.000 deri në 190.000 për zona kadastrale siç janë Hamallaj, Gjyri i Lalësit, që është e pritshme dhe e kuptueshme deri diku. Okej, edhe në Hamallaj kemi zona rurale pa rrugë, pa gjë, pa investime në rrugë, drita, ujë, kanalizime, dhe nuk mund ta tatojmë ato 140.000 lekë të reja, domethënë si shtëpi me legalizim apo pa legalizim, siç i kanë bërë banorët atyre zonave, s'mund ta ritatojnë përsëri, sigurisht në Breg të Detit me një çmim referencë për 140.000 lekë të reja që është aktualisht në zonën e Hamallajt apo në Gjirin e Lalësit. Zona numër 6 që është në Bregdetin e Durrësit. Harta e re fiskale është gati 2%, do të thënë për gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Jemi shumë dakord që në Bregdet, ku është kërkesa më e madhe për shitblerjen e apartamenteve, të tatohen njësoj. Kurse për zonat rurale, ky është një tatim i pamerituar ose një tatim i pa menduar për ato shtresa qytetarësh që janë apo i banojnë në ato zona. Nuk mund ta bëjmë fshatin qytet edhe qytetin ta bëjmë fshat përsëri. Mirë, pra, a duhej marrë ndofta një nismë për mund kishte diferencime të tilla, nga ajo që tha që të bënte përjashtim pjesa e Bregdetit, duke qenë se është tjetër tipologji. Përgjithsisht, çfarë synon vjelja e kësaj takse apo përafrimi i çmimeve me ato që çmimi i tregut? Vijën bregdetare, ato që shitet për pronë të dytë, për pronë të tretë apo për investitor të huaj. Pra nuk ka qëllim të vjel taksa nga shtëpia e një fshatari që as ka për ta shitur ndonjëherë mbase. Ndërse mund të shitet një shtëpi në fshat është 1 në 1000, pra shitjet ku janë në ndërtimet e reja. Po taksën e ndërtesës e paguan. Patjetër. Edhe taksa e ndërtesës është bazuar në edhe në ndërtimet e reja, aty ku nuk ka ujë dhe nuk ka drita, s'ka ende rrugë, ato janë fshatra turistik. Pra çmimin e dim që nuk është 5 lekë sepse është fshat turistik, dhe vlera e pronave e dim shumë mirë se sa është. Unë nuk di të ketë në vijën bregdetare të Shqipërisë prona në 1.000 euro metrin katror. Nuk ekziston. Pra dhe prona më e lirë që mund gjesh në Bregdet nuk është në 1.000 euro metrin katror, edhe në Durrës. Dhe çmimi aktualisht i referencës në zonë nuk është ky. Është shumë herë më poshtë. Taksa dhe rivlerësimi, qoftë edhe pjesa e referencës, ka për synim pikërisht këtë kategori pronash. Nuk ka për synim pjesën e fshatit të banuar nga banorët të zonës. A mund të kishte një përjashtim për këto? Patjetër që po, dhe këtu dakordësoj me Eldonin, sepse prona faktikisht aty fshatarit pavarësisht se është në njëjtën zonë, nuk ka të njëjtën vlerë sa prona në Bregdet që shitet për pronë të dytë, për qef, për pushime apo për investitorët të huaj. Ka dhe një tjetër aspekt që unë dua ta lidh pak, duke qenë se e kam parë edhe mënyrën se si jeni qasur kësaj gjëje edhe përmes postimeve në rrjetet sociale. Pra faktin që e keni parë të lidhur më së shumti me taksën e ndërtesës. Tani dikush që jeton në një zonë rurale dhe paguan të njëjtën taksë për ndërtesën, duke qenë se çmimet e referencës janë rritur në mënyrë të ndjeshme dhe impaktojnë tek niveli i taksës që paguajnë këto familje, atëherë nuk bën sens pra që dikush që jeton në fshat të paguajë të njëjtën taksë me dikë që jeton në qytet. Nisur edhe nga shërbimet që mund të ketë, por edhe le të themi kushtet e jetesës në fshat në raport me deri në para 2025 pa hyrë në fuqi çmimet e reja të referencës dhe harta e re fiskale që është ndarë në 176 zona, fshati me qytetin ka pasur një normë korrektimi 30 deri në 35%. Nëse një banesë në qytet, për marr si shembull, vlen 1.000 euro për metër katror, atëherë në fshat apo në një zonë rurale duhet të jetë 35% më pak. Ndani me këto hartën e re fiskale në zonat bregdetare jemi okej, por në zonat bregdetare, në zonë bregdetare në Durrës është vetëm Gjiri i Lalësit. Nuk mund të themi zonë bregdetare Hamallaj apo ish në Sharaku si kanë ato zonat apo ish stacioni treni tek në Durrës apo disa zona të tjera, që ka zona e ish Kënetës, nuk mund ta referojmë përsëri si zona e portit të Durrësit, aty ku po bëhen edhe projekte të mëdha strategjike, ta peshojmë apo t'i japim edhe një vlerë për 1.500 apo 2.000 euro për metër katror.
zonat rurale janë zonat rurale të pa investuara, pa rrugë, pa drita, pa ujë dhe pa njerëz. Dhe kjo është akoma më e rëndësishme. Dhe në momentin që këto taksa bën realitet, atëherë vlen, rëndohet bara fiskale te fatura e ujit, te fatura e dritave, nëse paguan 50 euro në vit apo 100 euro në vit për apartamentin, kësaj radhe duhet të pagoj 200 euro në vit si taks për taksa e pronës për një apartament apo për një njësi banimi. Edhe sa është aftësia për ta përballuar, le të themi, këtë tarif në zonat rurale? Kush cilat kategori do ta, le të themi, do ta buajnë më shumë? Po. Edhe që do preken pensionistët, sepse po shohim që vetëm prindrit që janë në për ato zona rurale, që jetojnë pa fëmijët, pa nipër, pa mbesa, vetëm ata jetojnë tani në këto momente. Dhe ajo nuk është se vete ja merr drejt për drejt pensionistit, po e gjen te fatura e ujit dhe te fatura e dritave. Është fakti kryer, s'ke çfarë bën, pra nuk mund as ta kontestosh, as ta refuzosh, sepse në momentin që paguan faturën e ujit, do të paguhet edhe problemi është për familjet, për pensionistët, për trashëgimtarët e pronës, të gjithë janë të impaktuar nga ky ndryshim i sistemit fiskal. Megjithatë, duhet ta saktësoj që taksa e ndërtesës për kryeqytetin vilet përmes faturës së ujit, sepse kryeqyteti ka edhe performancën më të mirë në arktimin e kësaj takse, pikërisht se ka zgjedhur këtë formulë. Një gjë që është kërkuar që të zbatohet edhe nga bashkitë e tjera, sigurisht në funksion të rritjes së të ardhurave. Tani këto çmimet e referencës, duke qenë se kanë muaj që diskutohen dhe u tha që hynë në fuqi prej janarit të 2026-s. Kanë hyrë në fuqi apo në momentin që zyrtarizohet rivlerësimi në të njëjtën kohë do të nisë, le të themi, zbatimi edhe me këto referencat e reja? Rivlerësimi tashmë është botuar në fletoren zyrtare, është e dhënë. Dhe duhen 2 javë nga botimi në fletoren zyrtare që të marri zbatim. Pra është botuar datë 5 janar dhe pritet data 20 janar që të jetë procesi hapur për rivlerësimin. Ndërsa të çmimet e referencës të duhet presim ende vendimin. Pra vendimi është, por ende i pa regjistruar në fletoren zyrtare. Nuk është regjistruar, kështu që në momentin që ju do të keni kërkesa për çmime, pra për rivlerësim, bazuar në çfarë çmimesh do t'i bëni këto? Ato që janë aktuale, por e mira është që rivlerësimi nuk është se nis në janar dhe përfundon në janar. Nis në janar dhe përfundon në dhjetor të vitit 2026. Kështu që me patjetër brenda vitit do të jetë sistemuar edhe harta e re me çmimet e reja të referencës për ato zona ku diskutohet që do ketë ndryshime të çmimit të referencës. Megjithatë, është e volitshme që ata të cilat duan të përafrojnë, le të themi, vlerën që ka prona e tyre, ta bëjnë këtë gjë me një ekspert të pavarur, sepse ka mundësi që t'i bëj të paktën t'i përafroj me çmimet e reale që sot në treg. Rivlerësimin mund ta bësh në 2 forma, ose nëpërmjet ekspertit të shtetit, pra në momentin që ti kryen procesin e shitjes, lidh kontratën dhe kontrata depozitohet në kadastër dhe është vlerësuesi shtetëror ai që të bën vlerësimin e pronës për të mbajtur taksën konkrete. Ose duke kontaktuar personalisht një rivlerësues privat. Që do të thotë ti të përgatish me rivlerësuesit dosjen edhe gjitha detajet e pronës tënde për ta depozituar në kadastër dhe për t'i dhënë vlerën që vlerësuesi mendon se ka prona jote, duke marrë dhe parasysh investimin dhe çdo gjë, sepse në rastin e vlerësimit përmjet ekspertëve të shtetit, përgjithsisht do merret konsiderat vlera e zonës, pa hyrë në detajet e pronës. Ndërkohë që prona mund të ketë shumë detaje apo investim që definojnë një çmim më të lartë se sa mund të jetë mbase çmimi mesatar i tregut në atë zonë. E qartë. Ndërkohë, duke qenë se kjo nuk është fushata e parë, është e disata që ndërmerret, e 4-ta, e 5-ta që ndërmerret në harkun e një dekade, thuajse një dekade, cilat do të jenë risit e kësaj fushate, duke qenë se ka pasur edhe keq kuptime për zbritjen e amortizimit, pra shkallës së amortizimit, ndërkohë që është... Këtu nuk duhet ketë keq kuptime? Ka pasur keq kuptime sepse është konsideruar dhe është të paktën është lënë të kuptohet gjatë diskutimeve të nismës në komisionet parlamentare që shkalla amortizimit do të merret në konsiderat. Ndërkohë në draftin final nuk ka qenë reflektuar një gjë e tillë. Paktën siç është sqaruar edhe nga Narea. Ideja është që kjo çështja e amortizimit ka një 2 vite që përflitet dhe vendimi qëndron në fuqi që në kalkulimin e taksës duhet merret konsiderat edhe amortizimi i pronës. Po, për ato që nuk kalojnë
që është 1% vlerën e në vit, referencës. mbi sa vite do jetë prona. Pra taksës që del, vlerës që del të tatueshme, do t'i zbritet 1% në vit për çdo vit vjetërsi që prona ka. De jure kjo ka 2 vite që qëndron në fuqi. De facto nuk është realizuar. Ky është problemi. Ky nuk është keq kuptim. Unë nuk e shoh si keq kuptim. Unë e shikoj si hapësirë abuzive. E thënë kështu pa dorashka. Për mua është hapësirë abuzive. Do me thonë, ta marrë në konsiderat amortizimin, apo të mos ta marrë në konsiderat amortizimin për të kalkuluar taksën, sepse marrë në konsiderat amortizimit e ullë vlerën e taksës. Po tani, okej, ta ndaj mundjen, do të i rrisim vlerën pronës dhe mbajmë taksën, po kur ja rrisim vlerën pronës, do t'i tratojmë njësoj si pronën e vitit 2025 dhe atët vitit 2005 apo 1980? Jo, pra, se edhe në treg, ato nuk kanë të njëjtën vlerë shqitja, pavarësisht se sa mund t'jetë zona. Nuk janë pronët krahasueshme për nga vlera. Dhe si do zgjidhet një gjë e tillë nëse, le të themi, është një ligj, por në momentin që kërkohet zbatimi i ligjit, ka pikërisht këto interpretime, këto interpretime që krijojnë, le të themi, hapësira për mos zbatim. Pra fakti që për një pjesë të profesionistëve shihet si e tillë, ndërkohë nga ana tjetër është lexuar dhe interpretohet ndryshe nga një pjesë tjetër, dhe që janë qytetarët ata të cilët e pësojnë në fund. E pësojnë, në kuptimin që nuk do mund të profitojnë. Këtë vit është premtuar. Tani si do të bëhet, po. Por se sa do të kemi suport nga Narea apo nga faktorë të tjerë të përfshirë, pra grupe interesit të përfshira që preken drejt për së drejti, këtë nuk di të ta them. Di që kjo gjëja duhet marrë një formë të zezë mbi të bardhë, pra edhe de jure edhe de facto, në mënyrë që kur shkoj prona në hipotekë, në kadastër për rivlerësim, të mos kelet në dorën e personit që është pas karikës, për ta marrë në konsiderat amortizimin e pronës apo për të mos ta marrë në konsiderat amortizimin e pronës. Se mund të ketë një vendim në një moment X që thotë amortizimi duhet të zbritet, vlera amortizimit të zbritet, dhe nga ana tjetër ka edhe këtë ligjin në dorë që ti po thua që nuk e reflekton këtë gjë, pra nuk e citon këtë gjë. Dhe personi mund jeti më dyshur midis ta zbatoj, të mos ta zbatoj. Dhe në këtë moment zgjedh të mos e zbatoj, sepse në riskun më të vogël përkundrejt pozicionit punës që mban. Kjo të më thënë, e thënë thjesht fare. Nëse marrë në konsiderat rivlerësim këtë më falni amortizimin, mund të riskoj, pra moshën e objektit dhe zbritje 1% për çdo vjetërsi, për çdo vit vjetërsi le të themi të godinës. Mbase po t'ja mbaj zbrez vlerën e amortizimit, mund t'i dali taksa më e vogël dhe mbase në një audit dalon fajtor, dhe personi zgjedh mos e kalkuloj fare amortizimin dhe ka punën të sigurt në gjën që ka bërë dhe është përgjegjës. Sepse qytetari, edhe nëse kërkon të drejtën e vet, ne dim shumë mirë që nuk ka as ku ta kërkojë dhe as ku ta gjej. Dhe unë mendoj që kjo është hapësirë abuzive, qoftë me apo pa dëshirë, pra me apo pa qëllim të keq, por janë hapësira që lënë mundësi për të mos qenë fair në atë çfarë flasim funditës. Te rivlerësimi, shumë vende evropiane nuk e kanë fare si masë për të vlerësuar një pronë. Nuk është se rivlerësimi këtu në Shqipëri nis me 5% apo me një çmim referencë. Çmimi i referencës në vendet evropiane, për marrim Itali, Gjermani, bile edhe në Angli dhe kudo në Amerikë, nuk ka një ligj të përcaktuar që të merret për bazë për efektet tatimore. Ato janë në dorë tregut dhe tregut edhe marrin një mesatare për 5 apo 10 transaksionet e fundit që janë bërë në një zonë. Dhe në një mesatare të tillë fillon edhe aplikohet tatim fitimi për shitblerjen e pronës. Dhe këto ligje apo këto konsultime publike duhet i marrin parasysh edhe punojësit e kadastrës, edhe te Ministria e Financave, apo punojësit e tjerë te Ministria e Infrastrukturës, do të thonë që bëjnë aktet nënligjore dhe ja bashkangjitin të gjithë. Në këtë mënyrë thuaj që të mos ketë fare çmime referencë, por të bazohet në taksim në vlerën e tregut. Në vlerën e tregut. Do kërkon përmbysje të gjithë skemës aktuale. Përmbysje të skemës aktuale, pasi do ne revolucion se përballojmë. Si konsulent imobiliar hasemi për ditë me këto problematika, pse tatimi 10%, pse tatimi 15%, përse tatimi 1%, 8%, pse s'ma ka rivlerësuar shtëpinë e vjetër, pse nuk ma ka hequr atë amortizimin prej 8, 7 apo 6 apo 5%, dhe përplasemi direkt tek kontrata notariale kur vend shohin domethënë praktikën, ose dhe notari e merr siç e merr praktikën, e çon direkt në kadastrën apo në zyrat e hipotekës. Dhe nga ai moment vjen aplikimi, do thonë, me taksa që duhet paguaj. Dhe shumë i bien shkurt 15% si sta dhe Eriola, për të mos u përfshirë dhe mos të ketë pasoja më vonë.
Pra, zgjedhin vetë punonjësit le themi të mos e bëjnë punonjësi këtë hipotekës është mbrapa karrige se nuk përballet as me noterin, as me qytetarin, as me tregun, as me ndërtuesin. Dhe kështu që i bie shkurt. Pra, zgjedhin rrugën më të shkurtër. Rrugën më Paris. Rruga më Paris. Ky është një treg që na përfshin të gjithëve, jo vetëm neve si konsultant imobiliar, përfshin edhe qytetarin e thjesht, përfshin edhe atë që punon tek kadastra, atë që punon tek hipoteka, atë që punon në çfarëdo lloj ministrie, përfshin inxhinierin, ndërtuesin, ai që bën hidraulike, ai që bën pllaka, ai që bën mobiljet dhe një konsultim më i gjerë apo të marrim një praktikë sa do të mirë apo të keqe nga Bashkimi Evropian, ta përkthejmë ashtu siç duhet, e ta vëmë në zbatim. Nuk është se s'është një shkencë shumë e madhe për të bërë një draft apo një projekt ligj të ri për të ripar tërësinë e shitblerjes së një pasurie të paluajtshme, që nga dhurimi, akdhurimi, trashëgimtarët, si blehet prona, si trashëgohet prona, si shitet prona. Dhe kjo do të paktën disa grupe interesi apo do edhe po themi atë dëshirën e mirë për t'i vajtur deri në fund sa gjë, nuk është se ka një filozofi siç po bën Italia, siç po bën Amerika, siç po bën Gjermania, edhe ndërkohë edhe bankat duhet të jenë shumë të interesuara për këtë proces, pasi duke lehtësuar procesin e tatimit, duke lehtësuar referencat, duke lehtësuar 5%, 15%, do të japi më shumë kredi dhe do të arkëtojmë, do të ndihmojnë, do të arkëtojnë më shumë të ardhura nga procesi i kreditdhënies apo i barës hipotekore, dhe në këtë mënyrë zhvillohet apo merr një frym më shumë ekonomia shqiptare dhe familjet që janë vërtet edhe familjet në nevojë, një çiftëri e ka të pamundur do të vi të shkojë të blej një apartament mbas rivlerësimit, para rivlerësimit apo edhe përgjatë kohës së rivlerësimit. Duke u nisur nga çmimi i referencës, nga çmimi real i tregut, nga pafësia për të paguar 20 apo 30 apo 40% të vlerës totale të një apartamenti, pasi banka nuk i jep 100% financim të plot të vlerës së një apartamenti, kështu që do detyrohet të paguajë, të marrë kredit 80% dhe pjesën tjetër ta ketë kesh apo të ardhura apo kursime që të realizojë shitblerjen apo blerjen në një prone, shtëpinë e parë. 95% e shqiptarëve kanë vetëm një shtëpi. Edhe kjo pikërisht të gjitha këto pamundsojnë le themi blerjen e një banese. E një banese. Mirë, do ta vjem diskutimin edhe në pjesën tjetër, do na duhet të shkojmë në pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio.